në shqiptarët zakon. Imagjinon që ose kjo do legjitimohej, imagjinon si kur të merri peng një kryetar bashkie 3 muaj dhe praktikisht do kishim zgjedhje të reja dhe do shkarkohej. Gjë e cila nuk është. Urdhë? Ose është sëmur, është në spital, çfarë do ndodh? Midis të tjera, po mora një rast pra veprimi të paligjshëm themi. Dhe kjo do nxiste një farë mënyrë një pasiguri totale në çështjen e pushtetit vendor. Dhe pushteti vendor është pushteti, pra si ne themi që kuvendi është mbartësi i sovranitetit popullor, edhe kryetari i bashkisë është mbartësi i sovranitetit popullor vendor, sepse praktikisht votimi jon nuk ka kuptim më nëse ne zgjedhim ndërkohë na shkarkojnë se herësit duan ata që si kemi zgjedhur. Mirë, megjithatë, Jordan, nuk është se veljen e vendosin atë situatë publik ose qytetari që e votoi. Nuk ka bëjmë atë. Atë në këtë situatë ka vendosur, le themi, e kanë vendosur veprimet e tij, dhe pyetja ime është kjo, në rast se gjykata i jep të drejtë, cili është fati i qytetarëve të Tiranës që do duhet të qëndrojnë pa kryetar bashkie deri në 2027, pra duhet parë dy anët. Unë mendoj që çështja është qartë azi në favor të pranimit të ankimit të tij, sigurisht nuk marr përsipër të di se si do ta vlerësoj gjykata kushtetuese. Ne do ja arsyetojmë në gjitha format e mundshme për të qenë bindës në qendrimin tonë. Gjykata kushtetuese ka gjithë të drejtën e saj ta vlerësojë sipas vlerësimit, dhe unë mendoj që me shumë gjasa, mendoj unë, nuk duhet të ketë zgjedhje në Tiranë dhe nuk besoj të ketë, sepse jam i bindur që ankimi i zotit Velia do pranohet. Por edhe nuk do ketë zgjedhje dhe kandidatët do ngelen kandidat për kandidat. Jordan, të falenderoj shumë, vetëm një diçka të shkurtër. Prisni që të kemi një vendimarrje të shpejtë, pra të premten apo mund të zgjas disa ditë? Jo, vendimarrje të tilla, të cilat për te fakti se sa e thjesht apo e qartë mund na duket neve, gjykata kushtetuese do duhet që të jap përgjigje dhe atyre që s'e kanë qartë dhe përrjedhoj do duhet të jetë shumë e matur, do marr besoj kohë maksimale, ndoshta jo 30 ditë që është koha maksimale, por unë mendoj mbi 20 ditë. Kjo për arsye se edhe vendimarrja do ketë disa komponentë vendimmarrje, që në kohën kur ishte drejtuese Vitore Tusha është shpikur një mekanizëm fantastik vendimmarrje, ku ka bërë të mundur që edhe me pak gjyqtar dhe me kundërshtimet merren vendime, ndonse jo për gjitha çështjet, dhe kjo ka shmangur mosmarrjen e vendime për gjitha rastet. Ky mekanizëm besoj do përdoret edhe për këtë rast, dhe mendoj që do marr më tepër kohë, fillimisht për të marrë vendimin, pastaj për ta arsyetuar, kështu që besoj mbi 20 ditë besoj do jetë vendimarrja, nuk merret të premten sigurisht. Të premten mund të merret ndaj vendim për sa i përket kërkesave paraprake, por për mua ato janë haptazi kretë para arsyetuara. Po. Sepse është interesante kjo që thatë, të premten mund të merret një vendim për kërkesat paraprake, në ç'drejtim? Ba shpjego pak më. Tani, mënyra se si kanë shkruar, me thënë drejtën, janë tërësisht jo profesionale dhe një gjuhë kretë fyse për gjykatën kushtetuese të përdorura nga institucioni i Presidentit të Republikës. Se kush i del për zot atyre që kanë shkruar, ka një firmë, nuk do ta komentoj personin fjalë, por kanë ngritë disa karaktere të pyetje dhe një qasje kretë pa denjë për gjykatën kushtetuese, aq më pak kur vjen nga institucioni i Presidentit të Republikës. Nuk besoj se presidenti ka lexuar apo i ka kontrolluar, por gjithsesi ajo është një qendrim që tashmë ju e keni, po të analizoni këtë që them unë, besoj do më jepni të drejtë. Jo, e di, padyshim që është një qendrim ishin disa shprehje që edhe nëse janë, pra edhe nëse do kishte të drejtë, gjykata për këtë qendrim. Pse duhet të merret gjykata për këtë çështje? Ata nuk ja kanë vënë emrin tamam dhe do duhet që përfaqësuesi nëse do ketë një të tillë, nëse anët duhet t'i shpreh në formën e kërkuar nga ligji për organizimin e gjykatës kushtetuese dhe rregulloria. Por mua një pjesë e tyre mund të më duken kërkesa paraprake. Do duhet shohim se si drejtohen raport me pasë nëse jo të jurisdiksionit dhe gjëra të kësaj natyre, por me shumë gjasa gjykata kushtetuese do i trajtojë si pjesë e zgjidhjes në tërësi të çështjes. Sepse njëra anë është dekreti, njëra anë tjetër është shkarkimi. Do jetë një betejë treshe mes jush, Veliajt, mes Këshillit të Ministrave dhe Presidencës për ta mbyllur. Jo, do jetë një betejë midis nesh dhe gjykatës, ata tjerë si vlerësoj fare nëse janë apo s'janë. Janë palë dhe ata, pse nuk i vlerësoni? Edhe ata kanë drejtë e tyre. Nuk intereson nëse janë palë, ata mund të vinë mbrojtë çfarë duan, po për mua zëri se nuk ekzistojnë atë ditë.